Të nërmoj që përshëndetje dhe mirë se shihemi sërish në emisionin takimin e përditshëm në këtë muaj të begat të Ramazanit në emisionin Agjërimi na edukon. Edukimet e Ramazanit janë të shumëfishta, Ramazani vetvete është një shkollë e jashtëzakonshme ku besimtari në përfundim të tij kupton se është i aftë të kalojë shumë provime me veten, me besimin pra me Zotin, por se edhe me të tjerët. Dhe do ndalemi tek një kategori e cila vazhdimisht është pjesë e shoqërisë, janë nevojtarët, janë ata cilët shpesh janë sprovuar ndoshta me varfëri ose me pamundësi fizike. Në shumë civilizime, në shumë shtete, këto shihen si barë për shoqërinë, po ndërkohë në konceptin islam këto janë dhe një lloj pasurie. Janë një lloj pasurie shpirtërore ku përmes tyre dhe kujdesit ndaj tyre Zoti zbret shumë bekime dhe mirësi. Për të folur mbi këtë temë, për të njohur më gjërësisht mbi këtë temë, për të mësuar se cilat do të jenë qëndrimet tona të duhura raport me nevojtarët, kemi të ftuar hoxhën e nderuar i cili vjen nga Vlora, Hajredin Tizdari. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Hoxh, Ramazan të begat për ju, për Vlorën dhe për gjithë besimtarët ku të qosh. Amin. Për gjithë. Atëherë le të flasim pak për mirësinë e po themi të ndihmuarit të nevojtarëve. Vazhdimisht shoqëritë maten me forcën e tyre, me ushtrinë e tyre, me pasurinë e tyre. Ndërsa në civilizimin islam duket sikur shoqëritë po themi e kultivuar në vlera maten në mënyrën se si trajtojnë nevojtarët, se si i konsiderojnë ata. Dhe duket sikur kjo është dhe një lloj forme që besimtari afrohet më tepër tek Zoti dhe pastron zemrën dhe shpirtin e tij. Si ndikon ndihma ndaj nevojtarit fillimisht tek ai i cili kontribon, tek ai i cili ka nevojë për nevojtar. Bismillahirrahmanirrahim. Çdo vepër e mirë që bën biri i Ademit ndikon në zemrën e tij pozitivisht. Sepse çdo vepër e mirë që bën biri i Ademit afron atë me Allahun. Dhe është mundësi që ai ta gëzojë Zotin e tij. Përmendi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se njeriu kur jep sadaka, kur bën bamirësi, ai largon prej vetes së tij zemërimin e Allahut për një çështje që ai mund ta ketë bërë, për një vepër të caktuar që ai ka bërë gabim, për një gjunah, për një mëkat. Dhe ne si besimtarë, si muslimanë në Islam shtyhemi vazhdimisht që të jemi bamirës, që të japim për hir të Zotit, qoftë ndihmë, qoftë përpjekje, qoftë një ndihmës monetare, si besimtarë shtyhemi për këtë gjë. Dhe kjo vepër të cilën ne e bëjmë vetë në shpirtin tonë na bën neve dobi. Ashtu si çdo vepër tjetër, çdo sevap tjetër, çdo vepër e mirë tjetër që ne kryejmë, na bën neve dobi për shkak se na afron neve me Zotin tonë. Dhe në këtë kategori futet dhe le të themi ndihma e nevojtarëve, bamirësia apo veprat e mira që ti mund të bësh në dobi të njerëzve. Pra mund të ndodhë ndonjëherë që zemra dhe ngurtësohet ose njeriu dhe ashpërsohet, u mbet ato ndjeshmëritë, i përfshirë shpesh në garëm për të rritur pasurinë e tij, për të rritur ndoshta ose edhe karrierën e tij, humbet ato ndjeshmëritë njerëzore. Ju po thoni se duke qenë shpesh pranë nevojtarëve, duke i parë në fytyrë ata, duke kontribuar ndaj tyre, zemra fillon dhe të zbutet dhe të marrë të formën e duhur. Po, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përmend duke thënë që një prej kategorive më të dashura tek Allahu, pra njerëzit, të cilët janë më të dashur tek Allahu janë ata të cilët janë më të dobishëm për njerëzit. Dhe padyshim te kjo kategori njerëzish futen dhe ata që janë në ndihmë të nevojtarëve. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përmend për të na larguar neve frikën, për të na larguar neve merakun që atë që e japim na humbet neve nga vetja, pra po e japim, po mos po na hikën. Këtë merak i profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam na e largon neve duke na thënë bamirësia nuk të varfron. Madje bëhet shkak që siç e përmendëm, largohet zemrimi i Allahut për këtë njeriu që jep për hir të Zotit, por gjithashtu dhe bëhet shkak për bereqet në pasurinë e këtij njeriu. Pra ka vlera të jashtëzakonshme si në shpirtin e njeriu kur ai jep, ndihmon dikë, në çfarëdo lloj forme ta ndihmoj, por dhe afron atë me Zotin e tij. Kjo vepër na bëft Allahu prej vepërmirëve për atyre që ndihmojnë për hir. Dhe në muajin e Ramazanit, në mënyrë të veçantë, besimtarët janë më solidarë, janë më bujar, janë më afër nevojtarëve, sepse në një mënyrë përjetojnë edhe dobësitë e veta, duke përjetuar urinë, duke përjetuar etjen, duke përjetuar ndoshta edhe pagjumsinë në ato net e fundit kur ka namaze të shtuara. Përse në Ramazan besimtarët bëhen më solidarë dhe çfarë sevapi të shtuar ka kjo vepër? Muaji Ramazanit është një muaj mëshire, është një muaj mundësie, është një muaj ku veprat nëse janë shpërblyer në një formë të caktuar përpara tij në këtë muaj shpërblehen shumë fish. Ibn Abbasi përmend se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit, në veçantë profeti si natyrë të tij ne kishte bujari. Pra ishte bujar.
po në muajin e Ramazanit bujaria e tij i kalon te kufit. Dhe bujaria e tij përmend Ibn Abbasi ishte si një fllad i cili i prekte të gjithë, pra ishte bujar me të gjithë, me çdo njeri që shikonte. Madje ka patur raste që i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam i është afruar një person dhe i ka thënë o Muhammed, pra i është drejtuar dhe në emër. Diçka jo etike për një profet, për një person të gradës të profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam që ishte gradë e caktuar nga Allahu dhul xhelal. I thotë o Muhammed, thotë më jep, thotë prej asaj pasurie që Allahu ty të ka dhënë. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam me bujarinë e tij i thotë jepini, thotë këtij njeriu, për treguar që nuk kishte profeti në zemrën e tij asgjë prej dynjas. Dhe atë çka kishte në dorë dhe e shfrytëzonte për t'u afruar me Allahun. Dhe kjo është edukim për ne. Pra fjalët e Ibn Abbasit janë edukim për ne. Që ky profet i cili ishte bujar jashtë Ramazanit, bujaria e tij i tej kalonte kufit në muajin e Ramazanit. Dhe ne si besimtarë, si musliman, mësojmë prej këtij profeti që të jemi bujar në këtë muaj më shumë se që jemi në çdo muaj tjetër, dhe padyshim për shkak të shpërblimeve të jashtëzakonshme që ka çdo vepër e mirë që kryhet në muajin e Ramazanit në ndryshim me pra në ato vepra të cilat kryhen jashtë. Çfarë diferencë ka një vepër e mirë në Ramazan krahasuar me një vepër të mirë jashtë Ramazanit? Si është vlera në një farë mënyrë? Veprat e mira jashtë Ramazanit kanë një lloj kufiri me të cilën shpërblehen. Pra le të themi Allahu shpërblen nga 10 fish deri në 700 fish për një vepër. Kjo është mëshira e madhe e Allahut për ne. Pra Ar-Rahman, Ar-Rahim, atë që ne e dëgjojmë me gjithë mëshirshëm, mëshirë ploti. Na shpërblen Allahu jashtë muajit Ramazanit me një vepër të cilën e kryejmë ne nga 10 fish deri në 700 fish. Ndërsa në muajin e Ramazanit na shpërblen Allahu pa kufi. Pra nuk e përcakton Allahu se sa shpërblim do marrim ne për një vepër të caktuar që kryejmë në muajin e Ramazanit, në veçanti për agjërimin. Në veçanti për ata agjërim që ne e bëjmë për hir të Zotit. Pra nuk ka përcaktuar Allahu kufi dhe përmendin dietarët e Islamit që ky mos përcaktim kufiri është një numër cilin Allahu zgjedh. Pra do të jetë një surprizë për çdo besimtar ky shpërblim i këtyre veprave. Ndërkohë, ndoshta është edhe një mundësi për të kompensuar atë dorë shtrënguar smërinë tonë ose atë kopratësinë tonë gjatë vitit që ndoshta në këtë muaj duke dhënë sevapi dhe shpërblimi është aq i madh sa edhe mund të përmirësojmë të brendshmën tonë, por se edhe mund të fitojmë ndoshta ato sevape që kemi humbur. Padyshim, Ramazani është, siç e përmenda, mundësi për çdo njeri që të ndryshojë. Është muaj mundësie, është muaj mëshire, është muaj oportuniteti. Është muaj që Allahu kërkon kaq pak prej nesh për të na dhënë kaq shumë. Dhe Allahu na fal, ne duhet jemi gjatë gjithë vitit të tillë njerëz. Por në Ramazan kjo lloj oferte që Allahu na jep, që bëni pak se do t'ju shpërblej me pafundësi, pra me atë që unë e di se sa do ju shpërblej, bëhet shkak që njeriu të afrohet ndaj veprave të mira, të afrohet me Zotin e tij dhe gjitha kjo dhuratë prej Allahut. Mundësia e jashtëzakonshme prej Zotit. Ndërkohë, besimtari ka dhe një etik, ka dhe një, po themi, një elegancë edhe në mënyrën se si ndihmon nevojtarin, pasi shpesh te kategoritë e nevojtarëve fokusi është tek përmbushja e nevojave, po jo tek forma dhe jo tek rruga se si bëhet kjo. Sa rëndësishme është që kur japim sadaka, të ruajmë dinjitetin e atij i cili po e merr këtë sadaka, të ruajmë nderin e tij dhe ta ruajmë vlerën e tij të mos jetë ai një stres që cënon dinjitetin e tij përmes kësaj nevoje. Duhet kemi shumë kujdes. Duhet kemi shumë kujdes kur japim për hir të Zotit në radhë të parë, të mos japim nga lart poshtë, pra të mos japim që ja un jam këtu dhe ti je këtu, jo, sepse ne nuk e dim ku jemi përpara Allahut. Pra kjo është një gjendje, një sprovë në cilën vllai jon apo motra jon ka rënë, për cilën ne si shoqëri islame kemi për detyrë që t'i ndihmojmë ata të ngrihen dhe të përmirësojnë jetën e tyre, të largohen nga kjo gjendje në të cilën janë, gjendje e cila mund të jetë për shkak të një sprove të caktuar apo për shkak të disa sprovave. Gjendje që dhe mund të përmbysë, mund të ndryshojë. Ndoshta ne kthehemi nevojtar dhe personi ndoshta na ndihmon një moment. Atë gjendje dhe ai mund, ne si musliman duhet jemi shumë të kujdesshëm që të mos e gjykojmë atë person. Dhe nëse e bëjmë një vepër, ta bëjmë për hir të Allahut. Dhe ta bëjmë duke mos u ndier ai kategorikisht i përbuzur apo i nënçmuar, duke qenë në këtë pozitë, duke qenë në këtë vështirësi. Duke u ndier ai krenar që po ndihmohet nga vëllezërit e tij dhe nga motrat e tij. Gjë të cilën ne kemi për detyrë ta bëjmë. Dhe nëse është e mundur të bëhet në formë të fshehtë, nëse është e mundur të bëhet në një formë ku njerëzit të mos e marrin vesh, që t'i ruhet atij dinjiteti i tij, krenaria e tij. Tregohet për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu që
ndihmonte një grua të moshuar, plak, të vetme, e cila ishte e verbër. Nuk kishte mundësi të shikonte dhe nuk e dinte se kush po e ndihmonte. Dhe ka qenë vepër e fshehtë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe kujdesej Abu Bekri për të për çdo detaj. Ndron jetë Abu Bekri, pra ishte halif, ndron jetë dhe bëhet halif Umar radhiyallahu anhu dhe njoftohet që Abu Bekri e ndihmonte këtë grua të moshuar dhe shkon të bëjë të njëjtën gjë me këtë grua. Pra ta ndihmoi që ta kishte një vepër të mirë të fshehtë midis tij dhe Allahut. Dhe kur shkon të kujdeset për këtë grua të moshuar e cila ishte e verbër dhe nuk e dallonte dot se kush ishte. Pra Umar i shkoi me shpresën që të mos ndallojë që është Abu Bekri, ajo as Abu Bekri nuk e njinte, po shikoni çfarë kujdesi për ta fshehur veprën e mirë. Dhe shkoi për ta ndihmuar këtë plak, këtë grua të vjetër, dhe duke u kujdesur për të, pra duke u ushqyer, i thot o biri im, thot ku është thot ai i pari që kujdesej për mua. Thot o nën, thot po nga e kuptove se ti je e verbër. Thot sepse ai thot kur më ushqente thot, e hiqte farën e hurmës thot, dhe ma jepte pa farë, ndërsa ti thot ma dhe me farë. Pra kujdes në detaje që personi të mos ndihet do të themi dobët, madje duket sikur po garonte për të marrë sa më shumë se vap në këtë rast. Dhe këtu e mbyll, dhe pra thot Umar radhiyallahu anhu, thot o Abu Bekr thot, nuk ta kalova dot thot as në vdekje. Pra dhe në vdekje na e kalove me vepra të mira, sepse Umri ishte gjithmonë garë me Abu Bekrin, dhe pas kësaj dhe Abu Bekr thot dhe në vdekje thot na e kalove thot me vepra të mira. Pra ky duhet jetë muslimani, ta fshehi sa të ketë mundësi bamirësinë që bën kundrejt tjetrit, kundrejt atij që është nevojtar. Pra ju po thoni që këtu nuk ka kategori superiore dhe kategori, po themi, inferiore në bamirësi, sepse është sprov, dhe nëse dikush këtë e bën ndoshta her pas here dhe për një benefit të jetës kësaj bote, ndoshta edhe për të dukur, ndoshta edhe për të rregulluar imazhin e tij, ndoshta edhe për të ndikuar tek një audiencë e caktuar, pra e bën me një lloj syje faqësie. Çfarë gjykimi ka kjo vepër? Ajo vepër e cila nuk bëhet për hir të Zotit, nuk ka shpërblim, madje mund të ketë dhe dënim. Pra duhet të ruhemi. Format të cilat mund të bëhet bamirësia, çështje për të diskutuar, pra ta shikojnë sa më shumë njerëz që të ndihmohet dhe ajo ha diskutim, po më e mira është ajo vepër e cila bëhet për hir të Zotit, që i vjen në ndihmë një njeriu të jetë vepër e fshehtë. Kjo është më e mira. Kjo është më e mira e mundshme. Nëse nuk realizojmë dot këtë, të realizojmë pikat e tjera që ai njeriu i cili e merr këtë ndihmë të ndihet mirë, të mos ndihet i përbuzur. Sepse duhet të kuptojmë momentin që ne ndihmojmë, ne nuk e dimë a jemi ne ata të cilët kemi më shumë nevojë për këtë që po japim përpara Allahut, sepse ndoshta jemi ne ata të cilët kemi nevojë për këtë që po japim, më shumë se sa ai që po e merr. Se ndoshta ti je diku tek Allahu që ke nevojë të japësh më shumë se sa ai që ka nevojë të marrë. Pra duhet ta shikojmë veten tonë si njerëz cilët kemi nevojë të japim për hir të Zotit, sepse nuk e dim ku jemi tek Allahu. Dhe ndoshta ai që po merr është shumë herë më i mirë se sa ty. Këtë duhet ta kemi të qartë, sepse përcaktimin tonë e bën Allahu, nuk e bëjmë ne. Ku jemi ne me Zotin tonë, me veprat që kemi bërë, me sinqeritetin që kemi patur, në ato vepra që kemi bërë, Allahu e di. Andaj nuk në mënyrë kategorike besimtari nuk duhet ta shikojë veten lart apo poshtë, në mënyrë kategorike. Sepse ti nuk e di ku je tek Allahu. Dhe ndoshta kjo vepër të shpëton ty nga zemrimi i Allahut për aty ku je ti tek Zoti jot. A duhet të ketë një lloj, po themi, shqetësimi her pas here në veprat tona, veçanërisht ndaj nevojtarëve, po themi një lloj meraku në raport me sinqeritetin, pasi shpesh njeriu mund të niset nga keqardhja, mund të niset nga ndjenja për ta ndihmuar dikë, po ndoshta rrugës një fjalë mirë dikujt, ndoshta një nxitje dikujt, mund të ndodhë që ndoshta edhe t'ia devijoj qëllimin dhe njëtin e tij. Pra duhet që në çdo bamirësi të na shoqërojë meraku, se a është kjo vetëm për hatër të Zotit dhe në përmbushje të nevojave të personit. Duhet që në çdo vepër që bëjmë të na shoqërojë ky merak, jo vetëm në bamirësi. Në çdo vepër që bëjmë, në çdo fjalë që flasim, në çdo përpjekje të mirë që shpresojmë që e kemi në zemrën tonë, ta kontrollojmë niyetin tonë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Pra me të vërtetë thotë veprat që bën biri i Ademit, pra veprat që bën njeriu, janë sipas niyetit. Dhe shpërblimin e tyre ato e marrin sipas niyetit. Dhe çdo njeri merr shpërblimin e niyetit që ka patur në zemrën e tij për veprën që ka bërë.
Pra, shqetësimi që a është kjo vepër e pastër për hir të Allahut, duhet na shoqërojë për çdo vepër që ne kryejmë, jo vetëm për bamirësinë. Dhe siç e përmenda, shkak prej shkaqeve që mund të bëhet sebeb që njeriu të humbas sinqeriteti në bërjen e bamirësisë mund të jenë dhe fjalët e njerëzve. Për këtë arsye dietarët këshillojnë që nëse është e mundur, të bëhet ajo që është më e mira, e cila është bamirësia e fshehtë, sepse është midis teje dhe Allahut. Sahabët shpesh herë kur bënin bamirësi visheshin, pra mbuloheshin. Mbulonin kokat e tyre, mbulonin trupat e tyre. Madje Umar radhiyallahu anhu ka qenë halife dhe kur dilte për të bërë bamirësi, mbulonte veten e tij që mos ta shikonte askush. Dhe bënte bamirësi natën, dhe ndihmonte natën, dhe dëgjonte për nevojat e popullit të tij, popullin që ai kishte në përgjegjësi përpara Allahut, si i parë që ishte, i dëgjonte ata natën. Pra, përpiqeshin sahabët të parë tan të mirë që të kishin shumë kujdes me sinqeritetin, me niyetin, sepse e bënin një vepër të caktuar, veçanërisht dhe me bamirësinë. Duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit dhe një prej momenteve kulmore të gjatë ditëve të Ramazanit është koha e iftarit, po edhe syfyri gjithashtu, po zakonisht iftari ndahet me të tjerë. Është e rëndësishme që pjesë e iftareve tona, pjesë e po themi e atmosferës së Ramazanit ton, është dhe gjurmimi i nevojtarëve dhe po themi ulja në sofër me ta nëse është mundësia, ose mundësia që ata të kenë një iftar të plotë, të bollshëm. Kjo është vepër prej veprave më të mira që besimtari mund të kryej. Përmend, ka ardhur në shumë transmetime që ka bereqet kur njeriu ha bashkarisht me disa njerëz. Pra Allahu vë bereqet, hedh bereqet në atë ngrënie ku njerëzit han të gjithë së bashku. Dhe shpërblimi për atë njeri i cili jep për hir të Zotit, ushqen dikë për hir të Zotit, pra jep dikujt iftar për hir të Allahut, është sikur ta ketë agjëruar vetë atë ditë. Dhe Allahu e di pastaj muajin e Ramazanit se sa na shpërblen për këto vepra të mira që kryejmë. Pra ti si njeri, nëse ke mundësi, nëse Allahu ta ka dhënë këtë mundësi që ta adhuroni madhi Allah, financat, pasurinë, bereqetin, mirësinë, Allahu na jep. Është pasuria përmend Allahu që Allahu ua ka dhënë. Që Allahu ua ka dhënë. Nëse ke mundësi, merri këto shpërblime. Shfrytëzoje këtë mundësi që është në muajin e Ramazanit, që edhe ti duke ndihmuar dikë tjetër, pra duke i dhënë iftar dikujt tjetër për hir të Zotit, të marrësh shpërblime sikur e ka agjëruar atë ditë të plot, të pamangët në shpërblime. Dhe pastaj se çfarë shton Allahu me mëshirën e tij për shkak se je në muajin e Ramazanit, kjo është në dorë të Zotit. Ama shtyhemi ne si besimtarë që ta kryejmë këtë vepër dhe ta ti marrim këto shpërblime prej Allahu Dhul Xhelal. Pra nëse i ofrojmë një iftar dikujt, ai ndoshta jo detyrimisht do të jetë nevojtar, pra ai mund të mos ketë nevojë, por iftari është një lloj po themi mundësie, vllazërimi për çdo. Ky është një mekanizëm me cilin ne marrim dhe sevape të mëdha. Po ndërkohë nëse iftari është edhe për atë i cili është edhe nevojtar, ndoshta këtu bashkojmë midis dy sevapeve, sevapit të iftarit dhe sevapit të ndihmës ndaj nevojtarit. Ndërkohë edhe si shoqëri shpesh kanë ato rrugtimet, ulje ngritjet e veta. Ka shoqëri të cilat janë shumë individualiste, ku pothuajse askërkush nuk ka interesin e askujt, pra është një garë personale, shtresat nevojë mbulohen nga nevojat shtetërore dhe kështu funksionon shoqëria. Ndërkohë në shoqëri të tjera të gjithë mundohen që të interesohen se kush janë nevojtarët dhe çfarë mund të bëjnë në raport me ta, si mund të ndikojnë në raport me ta. Pra, si e forcon shoqërinë një kulturë bazuar në ndihmën dhe solidaritetin? Në Islam Allahu ka përcaktuar një prej shtyllave të Islamit, zakatin. Dhe Allahu e përmend zakatin, këtë pjesë të pasurisë së njeriut, si një pasuri e cila nuk është e njeriut. Pra është një pasuri që i takon nevojtarit. Pra është një detyrim që ne si musliman e kemi përpara Allahut, që këtë pasuri që Allahu neve na i ka dhënë, pra në momentin që ne përmbushim kriteret, 2.5% të saj ne ta japim për hir të Zotit si detyrim ndaj Allahut tek ata njerëz që kanë nevojë. Dhe Islami ka patur shumë faza dhe shumë raste dhe shumë momente dhe shumë çaste në historinë e tij ku realisht nuk ka patur nevojë që ai i cili ka qenë, pra ata njerëz të cilët dikur kanë qenë nevojtar apo le të themi të varfër, ka arritur një fazë dhe një periudhë
e shpërndarjes së zakatit që askush nuk donte më të merrte zakat. Pra askush nuk donte më të merrte ndihmë. Pse? Sepse nuk i plotësonte kriteret e të marrërit ndihmë. Pra me këtë islam, me këtë fe të përsosur që Allahu na ka dhënë, na i ka dhënë të gjitha mekanizmat që shoqëria njerëzore e gjitha në tërësinë e saj, nëse zbatohen direktivat që Allahu neve na ka dhënë nëpërmjet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet Kuranit, pra jetës që profeti sallallahu alaihi wasallam ka jetuar si një Kuran i cili ecte, nëse do t'i zbatonim të gjitha direktivat, ne nuk do të kishim varfëri në botë. Dhe nuk do të kishim njerëz të cilët do të ishin me probleme financiare apo në problematika financiare. Pra zakati në këtë rast duket sikur ndikon jo vetëm për të përmbushur nevojat bazike të nevojtarëve, por se edhe për t'i ngritur ata në një nivel tjetër dhe për t'i zhvilluar, sepse ju thatë që erdhi një moment që këta jo vetëm që nuk ishin më të varfër, por se ishin në një farë të gjithë kontribues dhe të gjithë po kërkonin të varfër, por nuk po gjenin të tillë. E refuzonin në momenti që u vinte ndihma, e refuzonin atë dhe është mbledhur ajo ndihmë dhe është dërguar diku tjetër. Pra aty ku është zbatuar rregulli islam, aty ku është dhënë zakati rregullisht, aty ku janë mbajtur këto norma, këto direktiva të Allahut, Allahu i ka dhënë bereqet asaj shoqërie dhe ka qenë kjo shoqëri ndihmuese për një pjesë tjetër të shoqërisë e cila ka qenë nevojtare. Pra duket sikur edhe këtu ka dy forma të ndihmuarit. Pra ka një formë ku dikush përmbush vetëm disa nevoja shumë bazike, siç mund të jetë ushqimi, pija dhe ndoshta strehimi, dhe ka një formë ku dikush jo vetëm që merr përsipër këto nevoja bazike që janë jetike, pa cilat nuk mund të jetohet, por se merr përsipër ndoshta dhe arsimimin e personit, merr përsipër ndoshta dhe zhvillimin, ndoshta dhe po themi integrimin e tij në jetën aktive, duke qenë ai ndoshta i tregtar i Zotit ose ndoshta një profesionist i Zotit. Pra, sa e rëndësishme është bamirësia dhe në këtë dimension, pra ndihma ndaj nevojtarit që ajo vetëm të jetojë gjallë, por se të zhvillohet. Kjo është bamirësi vizionare. Dhe kjo është bamirësi e atyre njerëzve të cilët shikojnë larg. Ky është një investim i madh. Është një investim në të ardhmen. Kur flasim për shembull, kur diskutojmë për tema të ndryshme se si ne mund ta ndihmojmë rinin, mund ta largojmë rinin nga një gjendje në cilën është ta çojmë në një gjendje tjetër, ta arsimojmë atë, ta edukojmë atë, ta përmirësojmë atë. Kjo është e gjitha ndihmë për hir të Zotit. Te këta njerëz të cilët janë në një gjendje e cila nuk është e mirë dhe nuk është e favorshme për ta si në këtë kohë dhe si në të ardhmen e tyre, sepse projekton një të ardhme jo të shëndetshme. Nuk ka më mirë se sa bamirësia që ti bën të jetë një bamirësi e mirë menduar, e cila nuk do të sjellë benefite jo vetëm, pra e cila do të sjellë benefite jo vetëm tani, por do të sjellë benefite edhe në të ardhmen e individit tek e cila ti po bën bamirësinë apo e një grupi shoqëror të caktuar. Pra marrim rastin e po themi të rinjve, të cilët duhet të u bëhet me dije se sa i rëndësishëm është arsimi. Dhe nëse ke mundësi t'u paguash atë arsim, paguaja. Sepse ti tani më po ndërton pa e kuptuar një të ardhme më të shëndetshme dhe një të ardhme më stabile për ta. E ardhme e cila ata do t'i ndihmojë jo vetëm të mos jenë nevojtar, po të jenë kontribues dhe ata të shëndetshëm të kësaj shoqërie. Dhe ti tashmë merr dhe sevapin e kontribuesit të këtyre. Pra në momentin që ata japin për hir të Zotit, kur janë në një gjendje të mirë, ti merr sevapin sepse i ndihmove kur ata ishin në vështirësi. Pra i ndihmove që ata të jenë aty ku janë. Dhe asgjë tek Allahu nuk ikën pa u shënuar. Ndërkohë, një moment, po themi, luhatshmërie në raport me ndihmën ndaj nevojtarëve është dhe paragjykimi. Pra shpesh ai mendimi i keq, shpesh shejtani vjen duke krijuar arsyetime që personi përballë po aktron, ndoshta nuk është nevojtar, ndoshta ky është mësuar që gjithmonë të lyp, është mësuar gjithmonë të kërkoj, si ta ruajmë veten nga këto paragjykime se ndoshta personi përballë mund të jetë i tillë, po ndoshta edhe mund mos jetë i tillë. Ka diçka, si besimtar, si musliman, ti je i përqendruar të bësh veprën e mirë për hir të Allahut. Pra ky është fokusi yt kryesor. Nuk është fokusi yt kryesor të gërmosh në jetën e individit që ti po ndihmon. Nëse individi është gënjeshtar, le të themi, mashtrues, që nuk ka nevojë për këtë ndihmë që po u jepet, që e ka kthyer këtë lypje në profesion, atëherë jo. Pra nëse të vinë, po themi, lajme të sigurta dhe nëse të vinë, pra nëse ti informohesh që ky njeri informohesh qartësi që ky informohesh qartësi që ky njeri po abuzon me këtë gjë. Pra po abuzon me Islamin.
Po premisa fillestare është që ti nuk hyn të kërkosh dhe të hulumtosh detajet e jetës së tij. Sepse ti nuk po e bën për ata. Ti po e bën që Allahu të ta pranojë si vepër, që me lajket të ta shënojnë dhe Allahu të ta pranojë si vepër. Ky është fokusi yt. Ky është qëllimi yt. Dhe ai njeri, nëse ti njoftohesh për të, pra nëse ti informohesh që është njeri që po abuzon me Islamin, e përmend edhe një herë, sepse po abuzon me Islamin. Pse me Islamin? Sepse është ky Islam që i mëson njerëzit të jenë të mëshirshëm ndaj nevojtarit. Ky është abuzim. Në mënyrë kategorike jo. Ama sanafilla është që ti si musliman, si besimtar, kur jep për hir të Allahut. Dhe pyetjet e tepërta nuk të shqetësojnë, vetëm siç e përmendët dhe ju që nëse bëhet diçka e ditur tashmë që ai njeri e përmendë me ka kthyer në profesion lypjen, dhe lypja në Islam nuk lejohet dhe nuk bën që t'i japësh atyre njerëzve të cilët lypin në formë abuzive. Dhe nëse jemi në një situatë, po themi të tillë ku kemi kuptuar më mbrapa që kemi ndihmuar një person i cili ka abuzuar me këtë, a e marrim sevapin të plot nëse zgënjehemi që pas kemi ndihmuar, po themi një mashtrues, mund të thoshim? Absolutisht mos qetësohesh për këtë. Absolutisht. Sepse niyeti yt ka qenë për hir të Allahut. Ti e ke bërë për hir të Allahut dhe shpërblimin e ke marrë. Ai do të pyetet përpara Allahut pse e ka bërë këtë vepër. Ama ti e ke bërë për hir të Zotit dhe kjo është ajo që ka rëndësi, siç e përmendëm, fjalën e Resulullah sallallahu alajhi wasallam, veprat janë sipas niyetit. Niyeti yt ka qenë të gëzosh Allahun, kështu që inshallah shpërblimin e ke marrë. Dhe e fundit në këtë takim sotëm Hoxh, është pyetja nëse mund të kontribuojmë përtej, po themi, financave. Ka të rinj që ndoshta nuk kanë të ardhura, ka studentë që nuk kanë burime financiare, mirë po janë shumë të zellshëm për të ndihmuar kategoritë e ndryshme, nevojtarët e ndryshëm. Çfarë vlere ka kontributi dhe ndihma ndaj nevojtarëve, por në këtë rast jo në vlerë monetare? Po, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përmend duke thënë buzëqeshja në fytyrën e vllait tënd është sadaka. Pra ajo buzëqeshje e cila bëhet sebeb, ti je duke i qeshur vllait tënd, vllai jot ka një breng, ka një shqetësim, ka një hall, ka një ngarkesë. Ti i buzëqesh atij në fytyrën tënde dhe buzëqeshja jote bëhet shkak që ai ta harrojë për disa çaste atë shqetësim që ka, atë vështirësi që ka. Kjo, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është sadaka. Pra, kur kjo konsiderohet sadaka, imagjino pastaj të tjerat, ku ti angazhohesh fizikisht, harxhon kohën tënde, harxhon energjinë tënde, shkon ndihmon njerëzit, gjendesh, bën projekte e të tjera, padyshim që tek Allahu shpërblehen shumë, sidomos të muajit Ramazanit që ti kemi synim të realizojmë. Hoxh, të falenderoj shumë për këtë kohë që ndat me ne, për këto këshilla që ju dhat shikuesve tan. Zoti ju shpëlbeft me të mira. Amin dhe ju, Allahu shpëlbeft. Të nderuar miq, këtu e mbyllim edhe këtë takim të sotëm, folëm për nevojtarët, se si të jemi pranë tyre, po jo duke qenë superior, tha Hoxha, jo duke bërë ata që të ndjehen inferior, jo duke abuzuar me ta, duke i ruajtur dinjitetin e tyre dhe duke i ndihmuar që ata të zhvillohen dhe të kthehen në kontribues në shoqëri. Ky është vizioni i Islamit për ndihmën ndaj nevojtarëve, për kontributin dhe për çdo vepër të mirë. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish së bashku nesër me një tjetër temë, me një tjetër të ftuar. Deri atëherë kalofshi sa mirë.